Mehmeti u përshëndet me njerë si mbret, korporatët vajtën sa mundën më tepër të fshehur vdekjen e plakut. Qëllim që lajmi i asaj ngjarje të mos shkonte në vesh të armikut, të nesërmen, pasi mblodhën natën plaçkat dhe të bën gjithë gaditjet për nisi. Morën flamujt dhe ikën pa gdhir ende mirë. Murati thonë se vdiqi aty nga mezi i vjeshtës. 5 muaj pasi kish filluar të rrethojë kruja. Sa për moshën e tij janë shprehur mendime të ndryshme, por askush nuk e mohon se ai kishte arritur të 85-at. Mehmeti la sigurisht atë rrethim dhe atë luftë aq të turpshme, kundër dëshirës së vet. Por ai u shtrëngua të shkonte në Adrianopol për të ruajtur zakonin e vjetër, lidhur me mjerimin e shenjave të pushtetit dhe për të shojtur kryengritjet në rast se ndodh punë ndonjë siç ngjet në një gjendje ndryshimi të tillë. Skënderbeu si u nda, por e ndoqi këmbë këmbës, herë duke sulmuar, herë duke korrur ata më të fundit, jesa i pa të gjithë se kishin dalë jashtë kufive të mbretërisë së tij. Atëherë krenar që shikonte se edhe Murati kishte mbaruar, aq turp. Edhe mbeturinat e armiqve kishin nikur, kthye me 2 palë gëzime tek të vetët dhe nuz drejtë për në kruj. Ata të qytetit kishin dalë tani më së bashku me Vrana Kontin, jashtë me shumë mall dhe po ndeshin nëpër fushat, që kullonin ende gjatë dhe për vendet e pushtuara nga armiku. Ata qëndronin kudo, ushtronin çdo gjë dhe me zor besonin për gjithçka shikonin, sepse frika që u kushjuar me kohë. Su kish dalë ende nga zemrat, kjo dyshim. Populli rodhi i turi për të pritur Skënderbeun. I pari ndër shumë të tjerë, i hodh në qap dhe e puthi Vrana Kontin. Pastaj të tjerë, sipas zakonit, Vegjëlia herë i binte krye trimbit në këmbë, herë i kapte rrobat, dhe spushonte se ja puthuri me mall si nga herë. Gëzimi i zemrave shpërtheu sa mundi më tepër, me brohirimat me këngë dhe me gjithë farë veglash. As gjemimi i kambanave, as zjarret e ndezura të pashuara, të natën spushuan për shumë ditë, në për gjithë qytetet e në për tërë fshatrat e rrugët. Kryqe u bën festat e gostira, me sofra nga më të pasurat. Kurtanët lavdëruan për veprat e tyre besnike dhe për trimërit, e bëra nga të gjithë dhe nga secili veçanërisht. Rojës, përveç rrogës së caktuar, janë dalë një sasi e madhe të holla se rrobash. Vrana Konti, Beçarit dhe Argjentit i u dha si dhuratë 2 klamida të purpurta dhe njëja e ndur me ar dhe 4 bashtina. Në së fundi, u nderua pa e pritur me shenjat e pushtetit dhe u caktua si prijes në krye të gjithë matit. Por mbi të gjitha, një gjë nuk la bazdore Katrioti. Dërgonte lajmëtar të kësaj fitore në për të gjithë princerit dhe popullsitë fqinje. Prandaj, një mizëri e papar njerëzish po vraponte çdo ditë atje nga të 4 anët. Shumë gjithashtu po vinin të shtyrë siç ndodh vetëm nga lajmi i ngjarjes së papritur, i vdekjes së Muratit, si në ndonjë shfaqje madhështore të pazakontë. Ky lajm u përhape mori pothuajse edhe nga të gjithë botën brenda një kohe të shkurtër. Mund të kisha atëherë lajm më të mirëpritur dhe më të gëzuar për gjithë të krishterët. Hungaria mori frym. Greqisë erdhi shpirti përsëri në vend dhe u duk sikur shpëtoi nga prangat. Të gjithë morën zemër nga ajo shpresë e kot, derisa prisnin që ndërimi i mbretërve të ndryshonte edhe gjendjen e tyre fatkeqe.